Në Tiranë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nisi sot rivlerësimin e rreth 400 votave në 26 kuti të 4 zonave të Tiranës, të quajtura si vota të kontestuara. Komisioni beson se ky vlerësim bëhet me synimin që asnjë votë mos mbetet pa numëruar, por opozita deklaroi se KQZ-ja po vazhdon të shkel ligjen duke ndryshuar rezultatet për kryeqytetin. Korrespondenti Iliriana Golli njofton nga Tirana. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nisi sot rivlerësimin e mbi 400 votave në 26 kuti të tjera të mbiquajtura si vota të kontestuara në 4 zona të kryeqytetit. Ky rivlerësim u kërkua nga Partia Demokratike pasi kishte vërejtur se jo të gjithë komisionerët, socialistë dhe demokrat kanë patur të njëjtin mendim për shenjat në fletët e votimit. Janë 403 fletë votimi në 26 kuti të Tiranës në zonat 47, 49, 52 dhe 53, të cilat disa janë hedhur në kutitë e gabuara, ndërsa disa të tjera kanë shënime apo shenja të tjera. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Arben Ristani thotë se komisioni vendosi të miratojë kërkesën e Partisë Demokratike dhe të vlerësojë votat që janë lënë më njanë në zarfe e që flasin ca për kandidatin Rama e ca për kandidatin Basha, gjithmonë me parimin që të mos mbetet asnjë vot pa numëruar. Partia Demokratike ka kërkuar të rivlerësohen fletët e votimit të kontestuara. Në këto 26 kuti ku ata kanë identifikuar fletë votimit të kontestuara dhe janë qartas të identifikueshme sepse është materiali zgjedhor që e shpreh këtë. Pra në materialin zgjedhor është shkruar se sa fletë votimi janë të kontestuara dhe arsyen se pse kontestohen. Partia Demokratike pretendon që vlerësimi që është bërë nga KZAZ-ja nuk është korrekt dhe kërkon që të ribëhet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kjo është një procedurë shumë mirë e përcaktuar në ligj dhe ne vendosëm që t'i hapim këto kuti dhe të rishohim dhe të rivlerësojmë vetëm fletët e votimit të kontestuara. Është një proces që normalisht duhet eci shpejt, sepse bëhet fjalë për zarfe të ndara nga të tjerët, pra hapet kutia, merret thjesht zarfi i votave të kontestuara, nxiren 2-3 fletë votimi që janë aty brenda dhe vlerësohen sipas rastit nëse vlerësimi i KZAZ-s ka qenë i saktë apo jo. Kjo procedurë besoj që mund të zgjasë sot dhe nesër dhe çështja duhet mbyllet. Kolegji zgjedhor deri tani nuk ka rrëzuar asnjë nga vendimet tuaja të mëparshme. A mendoni se do të ndodhi e njëjta gjë edhe në datën 3 qershor? Ne jemi përpjekur të bëjmë kujdes që të jemi të panshëm, të jemi profesionistë në punën tonë dhe të zbatojmë ligjin me korrektësi. Gjithsesi, çështja mbetet sigurisht dhe pjesë e interpretimit. Ne besojmë që kolegji zgjedhor do të na i lërë në fuqi vendimet sepse kemi bindjen që janë të drejta dhe të bazuara në ligj. Por kandidati tjetër Edi Rama, një herësh kryetari i Partisë Socialiste, tha sot në një konferencë shtypi se jo vetëm kolegji zgjedhor, por edhe prokuroria po heton për veprimtarinë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ai përsëriti se priste që drejtësia të bënte drejtësi, donse theksoi nga ana tjetër se sistemi gjyqësor është në një nivel jo të kënaqshëm profesional. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve vazhdon veprimtaria ilegale për të përmbysur rezultatin në tavolinë, duke vazhduar hapja e kutive, cilat hapen e mbyllen pas oreks të grabitësve dhe nuk kanë asnjë lloj legitimiteti për të nxjerrë që aty çfarëdo sendi që do të mund të përmbyste legitimisht një rezultat që shqiptarët e panë me sytë e tyre. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi që të numërojë si të vlefshme edhe ato fletë votimi që ishin hedhur në kutinë me ngjyrën e gabuar. Vendimi nuk do të kishte bërë kaq shumë bujë nëse nuk do të kishte fshirë rezultatin e ngushtë me një dyzinë vota pro kandidatit Rama për ta kaluar fitoren me disa dhjetra vota pro kandidatit Basha. Precedent nga zgjedhjet e mëparshme flasin edhe pro edhe kundër këtij vendimi të KQZ-s, ndaj vendimi i kolegjit zgjedhor bëhet i rëndësishëm në 3 qershor. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.